Unë karriera hoqëkës nuk kam unë. Unë me specialën s'kam punë se më qenë bëjë si nasimin. E thoi, ja po du më rikthy me një pyetje tjetër. Thoi pak më herët që ata që i thojnë, ju kanë thonë karrierët të hoqëkës kriminela janë me udhmën. Edhe kryeparlamentare Albirina Xhiu e kemi një rast që ka qenë publik që i ka thonë ti kriminal Kadri Veselit. Qore, aja nuk e di që i ka përsuja fjoll, ose e ka shpirtin katel, se aja gjyshin, e ka posë nërë patriatet e mlaj. Është e vërtet, edhe Xhavet Aliti ka thonë kështu. Ta unë e dina me ta gjion, po aja ka mujt me dollë në rasat tjetër. Pa dollë në rasat tjetër nuk i duhet një shlirimtori kriminal në parlament. Po kesh me zbon me kese për na e fynë kryeparlamentare. Jo, po kesh një sonë s'po keshi. Ja, kryeparlamentare e kemë pas çfarë, mos na e fyt lutem. Kryeparlamentare? Po, edhe te do. Ai tjetër që është pa dëmë para soi që është ai. Demal Bosha, kush është ai? Po që si tash tonë tash, veç buhet ta. Po dha ti dolën po. Po, a kthemi te një tim tjetër. E përmendëm më herët Milajm Zekën, po e ke përmend edhe në një emision tamin këtu kur ke qenë, te unë ke thonë që Milajm Zeka ka akuzuar diçka për një dëshmitore, çka? Po edhe këto kam. A ki dëshmia? E kam rrugën e këta në ke. Nuk flas pa fokë këtë. Nëse mund është lexuar, mandej ja kthen kamerës. Shaban Sylla. Dëshmitor në tribunalin e Hagës, vajmë në zëmageq. Shaban Sylla vllai Azem Syllës. Ka qenë dëshmitor i fshehur i gjykatës ndërkombëtare për krime lufte në Jugosllavi. Jo në këtë Hagën tash, po në atë Hagën e Limajt e Tramushit. Portali Parrotlla ka siguruar një dokument i cili tregon se Shaban Sylla ka qenë dëshmitor i fshehur i Hagës. Për ndryshe, Shaban Sylla është njeri prej të dënuarve në Rostit, Bloca 2, ndërsa dënimin është duke e vujtur në burgin e Dubravës. Parrotlla net. A ki mund si kamerës me këtë? A mja qua atja për që këmojt? Që e për që këmojt, s'ka problem. Parrotlla, po. E tash, qka? Nashta ka mujtë më s'pokona e brevu? Qysh ka mujtë më s'pokona? Po për shumë unë e kam një portal, shkru në gazetar. Amon në kush më shkru në emision të unën? Pa e dite? Në emision të kërë për Milajmin. Nuk ndodh. Zakonisht nuk ndodh, po mund nashta me ndodh, po te sa s'ka ndodh. Po unë e kam bisedu Milajmin. Milajmi më ka thonë nëse ekziston ai dokument, se se ka ditë që kam këtë dokument, ka thonë të kërkoj 100 herë folje. Ka thonë? Ka thonë. I kam thonë, ja Milajm, 100 herë folje. A ke bisedu a ke kërcnu, drejt kalzana? Qysh, për shka me kërcnu? Nuk kërcnu të njeri. E vërdet? Për shka me kërcnu? Ose jem nësi kërcnujmë, se me ko që kërcnujmë, nuk na shrojnë për dit. E vërdet, po na... Nuk na thënë kriminella për dit. Se na e kena aftu, po s'ka... Nga, vishë edhe një. Po mu për dit më thënë vrasi shqiptore pas luftës. Për dit. Kune këmë vro? Shko pa ditë më që kuma prekaria. Unë veç një jam ka qutit në me këtë drejtësi. Me këta hetus, me këtë prokuror. Po gjithë ditën dolin të një ka pa. Thet vras, ta shorë nonën, ta nëzër armën. Edhe prokuroria hresht. Kush ta nëzër armën? Pa morë parasysh. Po se e kemi posë rasin, se e kena posë edhe i meri mirën edhe ajo kun me armë, thash më s'po do me thonë. I meri mirën e kom një ati në gjyqtokë edhe 3 kam. 3 kam me li, orë mas 7 vetë. Ka përmenë edhe ty në emision diçka të të Po ka përmenë në emision, po ka kapu. Se? Se mas pori, thaj që Shaboni s'o kun shek, po ata tjertë pu. Po unë për garantej ati, edhe publikut, këtë që na shkajme i denu në Rosë e Bloca 2, asë njën shek, kërë që na unë. E vërtet, kremi të Mostaubi, të Milajm Zeka. A ki diçka tjetër me thonë se na jemi mundu me stafin tënë me bindje me sëmë, na ka thonë që është në Dubai. Unë s'kam që thonë më mani, na? Po e kem në përnë e ka që një si gjithmunaj me vojsa paracitit të na, me zonë, a e ndëgjojmë bashkë? Po ndëgjojmë. E regjia nëse më nësh? Sadre, lidhur me këto deklarimet që jo vetëm Shabani, po dhe prokurorët e Kosovës e përzin portalin Parrotlla edhe emisionin Parrotlla. Në portal mund me shkru gjithkush, mund me shkru lloj gazetari. Unë kam përgjegjësi juridike, morale, njerëzore, politike, vetëm për emisionin tim Parrotlla. Në emisionin tim Parrotlla kur njët as unë, as dikush tjetër, nuk ka deklaru që Shaban Sylla ka qenë dëshmitar qoftë i msheft, qoftë zyrtarisht kundër dikujt në Hagë, ose kundër krerëve që po gjykohen në Hagë. Ka ndodhë, është huazu shkrimi